A mendon se ai tashmë të ka lënë pas? Se ky kapitull për të është mbyllur? Se jeta e tij ka vazhduar normalisht? Se gjithçka që ka qenë mes jush tani I përket së kaluarës? Dhe se, edhe nëse ka ndjerë ndonjëherë diçka për ty, sot nuk ka më rëndësi? Shumica e grave bëjnë gabimin ta barazojnë heshtjen me mungesën e interesit, distancën me harresën dhe qetësinë e dukshme me përpunimin emocional. Por realiteti emocional I një burri është shumë më kompleks se sa duket në pamje të parë. Jo çdo dhimbje bërtet dhe jo çdo mungesë do të thotë indiferencë. Ka burra që nuk qajnë para teje, por e bëjnë kur askush nuk I sheh. Burra që të kanë bllokuar, por ende kërkojnë emrin tënd fshehurazi. Burra që thonë se janë mirë, por çdo postim I tyre, çdo heshtje, çdo gjest tepër I lumtur është thjesht një përpjekje për të fshehur diçka që nuk janë në gjendje ta përpunojnë brenda vetes. Dhimbja mashkullore shpesh bëhet e padukshme, shihet pas sjelljeve që për syrin femëror duken kontradiktore ose pa kuptim, por në të vërtetë janë mekanizma të ndërlikuar mbrojtës. Sepse kur një burr vuan në heshtje, ai nuk bërtet, nuk poston, nuk të shkruan. Mund ta kuptosh vetëm nëse vëzhgon me kujdes. Kjo është një dallim themelor mes dhimbjes mashkullore dhe asaj femërore. Ndërsa gratë kanë tendencë ta shprehin dhimbjen në mënyrë të drejtpërdrejtë ose ta shtypin plotësisht, burrat zhvillojnë një gjuhë emocionale më të fshehur dhe të koduar. Është sikur të flisnin me një kod sekret me shpresën që dikush mjaftueshëm I ndjeshëm ta kuptojë. Në këtë video do të tregoj 7 shenja të heshtura që tregojnë se ende e ndjen dhimbjen e humbjes sate edhe nëse kur nuk do ta pranoj. Sepse krenaria nuk e lejon. Apo sepse ti nuk je më aty që ta dëgjosh, por trupi I ti, energjia, gjestet flasin vetë. Këto shenja nuk janë manipulim apo lojra. Janë forma të vërteta të së vërtetës emocionale kur zemra dëshiron të flasë, por mendja nuk gjen fjalë apo guxim për ta bërë. Të fillojmë. Shenja numër 1 ai flet për ty por jo me ty. Kur një burr e ka mbyllur me të vërtet një kapitull, nuk ka më nevojë të flasë për ty. As me ty, as me të tjerët. Ti bëhesh heshtje, kujtim, e kaluar. Por nëse ende I dhemb, nëse brenda ti ka diçka të pashpjeguar, ai të përmend por nuk kërkon kontakt. Dhe kjo thot gjithçka. Ndoshta një shoqe e përbashkët të tregon për këtë. Ndoshta dëgjon ka pyetur për ty ose e pe që të përmendi në një postim indirekt dhe ti pyet veten pse nuk më shkruan direkt, sepse nuk mundet, sepse diçka brenda ti e bllokon këtë hap. Është sikur zemra e ti do të flasë, por mendja I ka vënë një dri. Lidhja direkte për të është shumë e rrezikshme, shumë zbuluese. Prandaj ai kërkon mënyra indirekte për të mbajtur të pranishme në botën e tij emocionale. Ndjenjat e tij kërkojnë një kanal dhe pasi nuk mund të flasë drejt për drejt, ai flet me të tjerët. Nëse një burr ende ndjen diçka për ty edhe nëse e mohon, ai fillon të hapet me të tjerët. Miq të njohur, madje edhe njerëz që nuk I ka parë prej kohësh. Ai flet për atë që ka ndodhur, për çfarë ka lënduar, për atë që ti ke bërë ose nuk ke bërë. Dhe kur ai e bën këtë, është sepse ende e ndjen. Kjo është një nga mënyrat më të zakonshme të përpunimit mashkullor të dhimbjes ta përballojë me zë të lartë atë që brenda ti nuk është mbyllur ende. Dhe ti mbetesh pjesë e bisedave të tij edhe kur ai thotë se të ka kaluar. Është sikur ka nevojë për konfirmim nga jashtë për të kuptuar ndjenjat e veta. Kur ai flet për ty me të tjerët, nuk është vetëm për të folur. Është përpjekja e tij për ta kuptuar çfarë ka përjetuar, për të gjetur përgjigje për pyetje që nuk mund t'i artikulojë. Në çdo bisedë për ty, ai përpiqet të rindërtojë historinë në një mënyrë që ta lejojë të ecë përpara. Mos e merr këtë si shenjë që duhet të kthehesh tek ai. Mere si konfirmim se brenda ti ende nuk ka gjetur paqe, dhe nëse ti ke ecur përpara, nuk ke më nevojë të detyrosh asgjë. Vetëm vëzhgo. Dhimbja që përmendet vetëm indirekt është shpesh ajo që peshon më rënd. Shenja numër 2 ai të shmang personalisht, por nuk pushon së të vëzhguari. Ka një lloj heshtjeje që nuk ka të bëjë me indiferencën, por me vetëm mbrojtjen.
Një mënyrë e nënkuptuar me të cilën një burr nëse ende ndjen diçka për ty vendos të mos afrohet, por gjithsesi nuk mundet të heqë nga sy. Dhe nëse ke qenë pjesë e jetës së tij, nëse ke lënë gjurmë emocionale, me shumë gjasa tashmë e ke vënë re këtë shenjë. Ai nuk të flet, nuk kërkon kontakt, nuk bën hapa drejt teje. Por nëse ndodheni në të njëjtën hapësirë, nëse kalon pranë ti, ti ndjen praninë e tij. E ndjen që të vëzhgon, edhe kur sillet sikur nuk i intereson. Ai shmang kontaktin e drejt për drejt me sy, kthehet nga ana tjetër sapo kupton që ti mund ta kesh parë. Por sapo ti e heq shikimin, ai të shikon, të studion, të analizon, mban mend detaje që nuk do t'i thot kur me zë të lartë, por që i mbeten në mendje për ditë të tëra si ishe veshur, çfarë the, me kë ishe, a duke e lumtur, a duke e sikur e kishe kaluar dhe të gjitha këto. Ndon se betohet se nuk ndjen më asgjë. Pse e bën këtë? Sepse të shikoj në sy do të thotë të ndjej sërish dhe ndjenjat dhembin. Krenaria e tij ndoshta i thotë se nuk ka më kuptim. Mendja e tij përpiqet ta mbrojë, por zemra është ende e lidhur. Prandaj zgjedh distancën jo si ndëshkim, por si një mur mbrojtës që të mos shembet. Është një strategji për mbijetesë emocionale. Ai mban kontaktin me syt, sepse dëshiron të di si je, por ruan distancën fizike, sepse e di që afërsia mund të rrëzojë mbrojtjen e tij. Dhe pikërisht këtu shumë gra bëjnë një gabim. Besojnë se distanca e tij do të thotë mungesë interesi, por kjo nuk është gjithmonë e vërtetë. Shpesh, dhimbja e heshtur ka nevojë për këtë distancë për të mos u thyer. Dhe nëse ti je në paqe me veten, qëndron e qetë, nuk e provokon dhe nuk e detyron të ndërveprojë, ai e ndjen këtë. Dhe ndjenjat e tij të brendshme bëhen më të forta, sepse shkëputja e vërtet emocionale nuk provokon, ajo ndikon. Pra, nëse vëren që ai të shmang, por të vëzhgon fshehurazi, mos e ndiq, mos e përball, mos e injoro me ftohtësi. Thjesht qëndro e pranishme, e qetë dhe me respekt, sepse në qetësinë tënde ai dëgjon jehonën e gjithçkaje që nuk ka mundur ende ta lëshoj. Stabiliteti yt emocional bëhet një pasqyrë që i tregon çfarë ka humbur dhe ndoshta edhe çfarë mund të rikthej. Nëse nuk reagon me dramë, nëse nuk e lejon veten të provokohesh as nga injorimi, as nga ndjekja, i tregon atij një pjekuri emocionale që zemra e tij e njeh dhe e vlerëson, edhe nëse krenaria e tij nuk do ta pranojë kurrë. Vazhdojmë me shenjën e tretë, ai paraqitet tepër i lumtur. E sheh duke buzëqeshur në foto, duke postuar citate motivuese si gjithçka ndodh për një arsye, unë jam prioriteti im, apo vetëm, por i lumtur. Del me miq, është aktiv, vishet më mirë se më parë, reagon me indiferencë ndaj historive të tua. Dhe gjithçka duket sikur të ka kaluar krejtësisht, por diçka nuk shkon. Në çdo postim të tij ka një energji të sforcuar, një buzëqeshje që duket më shumë si një ulërim e shtypur sesa si gëzim i vërtetë. Sepse kur një burr vuan në heshtje, ai nuk tërhiqet gjithmonë në trishtim, shpesh e maskon atë. Përpiqet t'i bindë vetes se është mirë dhe për këtë i duhet, mbi të gjitha që edhe ti ta besosh. Çdo postim, çdo histori, çdo nënkuptim i fshehtë nuk i drejtohet ndjekësve të tij, por ty. Dhe nëse e sheh, ai do të sigurohet që ta kuptosh se është i lumtur pa ty. Pse e bën këtë? Sepse ende i dhem, sepse ende ndjen diçka, dhe sepse nuk mund të ta thotë drejt për drejt, prandaj e shpreh në mënyrën më të zhurmshme që i ka mbetur. Është sikur të bërtas në heshtje, shiko sa mirë jam pa ty. Por në çdo britm të tillë fshihet një lutje që ta shohësh, që ta kuptosh betejën e tij të brendshme, që të ndjesh se ai është ende aty për ty. Sepse ai që është vërtet në paqe nuk ka nevojë të dëshmojë gjë. Ai që është shëruar nuk ka nevojë të shtiret. Por ai që është ende i thyer brenda vetes, shpesh ka nevojë për fasadën e jashtme, për ta mbrojtur veten. Dhe këtu vjen pika më e ndjeshme, nuk bëhet fjalë për manipulim. Bëhet fjalë për një luftë me veten, sepse kjo lojë jam mirë është i vetmi mburoj ndaj një dhimbjeje që ende nuk di si ta kuptoj apo ta përballoj. Nëse e kupton këtë, nuk ke nevojë të përgjigjesh, nuk ke pse të hysh në këtë lojë, as të kundërpërgjigjesh me edhe unë jam më mirë.
thjesht vëzhgo, sepse kur je vërtet në paqe me veten, heshtja jote është më e fortë se çdo story me filtër. Fuqia e vërtet emocionale nuk ka nevojë për prova. Kur një grua kupton se pas çdo jam më mirë se kur, fshihet shpesh një zemër që ende shërohet, atëherë mund të reagojë me dëmshuri jo nga një ego e plagosur. Dhe tani, e dashur mike, vazhdojmë me shenjën tjetër. Shenja numër 4, ai kundërshton veten, reagon tepër ose zemërohet pa shkak. Një burr që është vërtet në paqe me veten, reagon qartë, me qëndrueshmëri dhe qetësi. Por një burr që vuan brenda vetes dhe nuk mund ta tregojë, fillon të shfaqë ndjenjat në mënyra të pakontrolluara. Ai të bllokon, pastaj të zhbllokon, të shkruan dhe menjëherë e pendohet, të injoron për ditë të tëra, pastaj të përgjigjet me ftohtësi apo sarkazëm. Poston mesazhe të nënkuptuara, të fshin nga kontaktet dhe pastaj të ndjek sërish. Dhe ti pyes veten e hutuar çfarë do, pse e bën këtë? Përgjigjja është e thjeshtë, ai nuk do të ndjejë më, por nuk mundet. Do që të mos i interesosh, por i duhet vëmendja jote. Do të duket i fortë, por emocionet e papërpunuara gjithsesi dalin në sipërfaqe. Është një luftë e brendshme, mendja thërret lëre, ndërsa zemra përshpërit, por ende e ke nevojë. Dhe në mes të kësaj lufte, ti bëhesh vendi ku përplasen të gjitha ndjenjat e tij kontradiktore. Shumë gra e ngatërojnë këtë me papjekuri apo paqëndrueshmëri emocionale. Por kjo nuk është një çrregullim psikologjik, është një humbje emocionale e papërpunuar. Ai ndihet i ndjeshëm dhe, pasi nuk mund ta pranojë këtë, e shfaq përmes reagimeve të egzageruara dhe kontradiktore. Dhe ti bëhesh objektivi i turbullirës së tij të brendshme, jo sepse ke bërë diçka gabim, por sepse ende zë vend brenda ti. Çfarë duhet të bësh? Mos luaj lojën, mos u përgjigj me ironi, mos i jep më shumë ushqim emocional. Thjesht interpreto atë që po ndodh me të vërtet, ai po vuan, por nuk di si të ta thot pa u thyer brenda vetes. Dhe nëse ti je në ekuilibër me veten, nëse e kupton se reagimet e tij kontradiktore nuk janë sulme, por shprehje e dhimbjes së papërpunuar, atëherë nuk ke nevojë të përgjigjesh. Vetëm ruaje praninë tënde të qetë nga distanca. Sepse kur një grua nuk tërhiqet në dramën e tij, por reagon me qartësi emocionale, ajo bëhet pikëqendrimi i qetësisë, vendi që ai thellë brenda vetes ende e kujton me mall. Në ato momente, aftësia jote për të qëndruar me dinitet nuk është ftohtësi, por mençuri emocionale. Është kuptimi se pas çdo kontradikte fshihet një burr që lufton me veten. Dhe ajo që i nevojitet më shumë nuk është kaos i ri, por një hapësirë e heshtur dhe e qëndrueshme, ku ndoshta një ditë mund të gjejë sërish veten. Shenja numër 5. Ai poston qëllimisht përmbajtje në rrjetet sociale që ti shohësh. Nuk të shkruan, nuk të përgjigjet, madje thotë se të ka kaluar krejtësisht, ndoshta të ka bllokuar diku, por jo kudo. Dhe papritur fillon të postoj shpesh foto ku duket më mirë se kurrë. Këngë me mesazhe të fshehura, fjalë që përputhen pikërisht me historinë tuaj, postime që vetëm ti mund t'i deshifrosh emocionalisht, dhe ti pyet veten, a është kjo për mua apo po e imagjinoj? Jo, nuk e po e imagjinon. Kur një burr vuan në heshtje pas humbjes tënde, por nuk ka guximin apo vullnetin të kontaktojë direkt, rrjetet sociale bëhen zëri i tij emocional. Aty të dërgon gjithçka që nuk mund të ta thot me fjalë, dhe me një alibi perfekte, nuk është për ty, por ti dhe ai të dy e dini që është, sepse nëse vërtet nuk do donte që ta shije, nuk do ta postonte, por ai e poston, dhe ti e shikon e ndjen, dhe ndoshta edhe ai të vëzhgon nëse reagon, edhe nëse nuk i jep një like. Pse e bën këtë? Sepse dëshiron të ndjej që ende do të thotë diçka për ty, që ende ka ndikim, që ende e sheh, dhe në të njëjtën kohë, në këtë mënyrë mbron egon e tij sepse zyrtarisht nuk të ka shkruar. Është një valëzim pasiv emocional, por plot qëllim. Çfarë duhet të bësh? Mos reago në mënyrë impulsive, mos e përball me ishte kjo për mua, mos bjerë në kurthin për t'i treguar se strategjia e tij funksionoi. Thjesht vëzhgo,
dhe nëse me të vërtet do të kontaktosh sërish, bëje vetëm nga ekuilibri i brendshëm, jo nga nevoja për të konfirmuar atë që ke parë. Sepse nëse ai përpiqet të tregojë sa mirë është, sa i lumtur është, sa e mbushur është jeta e tij në të vërtetë, ende shpreson që ti po e sheh. Është një dinamik paradoksale, sa më shumë përpiqet të bindë se nuk të ka më nevojë, aq më qartë bëhet se ai ende dëshiron miratimin tënd, vështrimin tënd, reagimin tënd, praninë tënde madje edhe nga larg. Dhe tani, shenja e 6. Ai të bllokon, pastaj të zhbllokon, zhduket dhe papritur shfaqet sërish. Ndoshta një ditë hap bisedën tuaj dhe ajo nuk ekziston më. Je bllokuar, pa paralajmërim, pa sherr, pa shpjegim. Dhe disa ditë më vonë, bllokimi thjesht është hequr. Asnjë koment, asnjë ndjes, asnjë mesazh, por papritur e sheh sërish profilin e tij. Ndoshta madje reagon ndaj ndonjë postimi tënd, sikur të mos kishte ndodhur asgjë. Ose thjesht qëndron i heshtur por i pranishëm. Dhe ti pyet veten, çfarë ishte kjo? Pse e bën? Përgjigjja nuk qëndron në veprimin vet, por në dhimbjen që e shkaktoi atë. Kur një burr vuan në heshtje dhe nuk është në gjendje ta përballojë këtë dhimbje, ai përpiqet të fitojë kontroll dhe e bën këtë duke prerë kontaktin me ty. Të bllokoj është përpjekja e tij për të mbrojtur, për të treguar forcë, për të vendosur një kufi. Por ndjenjat e tij vazhdojnë të jetojnë. Dhe kur stuhia e brendshme fillon të qetësohet, kur zemërimi kthehet në mall, kur mungesa jote fillon të dhembë, atëherë ai rikthehet. Jo domosdoshmërisht me fjalë, por me thjesht zhbllokimin tënd. Dhe vetë kjo është një mesazh. Nuk e di nëse dua të jesh sërish në jetën time, por e di që nuk mund të letërsisht. Kjo ambivalencë emocionale është një nga shenjat më të qarta të vuajtjes së heshtur, sepse ai që është vërtet shëruar nuk ka nevojë ta ndërpresë dhe rinis kontaktin çdo javë. Ai që ende vuan është i ndarë mes dëshirës për të lënë pas dhe nevojës për të ndjerë ende pranë. Çfarë duhet të bësh ti? Mos reago me dramë. Mos e pyes pse më bllokove, mos u përpiq të hakmerresh. Thjesht kupto ai ka humbur ekuilibrin emocional, dhe ti nëse qëndron në qendrën tënde nuk ke pse ta ndjekësh këtë luhatje. Qëndro e fortë, qëndro e qetë, qëndro e lidhur me veten, sepse nëse je e vetmja që nuk luhatet, ai do ta ndjejë këtë. Në mes të kaosit së tij, ti bëhesh stabiliteti që zemra e tij fshehurazi ende e dëshiron edhe nëse mendja nuk mund ta pranojë. Qëndrueshmëria jote emocionale në mes të paqëndrueshmërisë së tij të brendshme bëhet një fanar. Ndërsa ai lufton me veten, ti bëhesh ai pikë referimi që i kujton si duket paqja. Dhe edhe nëse nuk e thot një pjesë e tij e dëshiron pikërisht atë paqe sërish. Tani po arrim në fund. Të zbuloj shenjën e 7 dhe të fundit. Ai nuk të kërkon, por nuk lejon as që dikush tjetër të zërë vendin tënd. Nuk të shkruan, nuk të telefonon, nuk të lutet të kthehesh. Dhe ti mund të mendosh më ka harruar. Është tashmë me dikë tjetër. Jeta e tij ka vazhduar. Por në heshtje, ai nuk arrin vërtet të lidhet me dikë të ri. Nuk është se nuk ka mundësi, ndoshta shumë gra janë të interesuara për të. Por asnjëra nuk zgjon brenda ti atë që ti ke zgjuar dikur, dhe kjo e frustron. Ai dëshiron të ecë përpara, dëshiron të ndihet i lirë, dëshiron të përjetojë diçka të re, por në çdo përpjekje ai krahasohet, ai kujton, ai ndjen, del me dikë dhe ndihet bosh, merr mesazhe dhe reagon pa entuziazëm, merr vëmendje por ajo nuk e prej. Sepse thellë brenda ti ekziston një vend që ti ke zënë dhe ai nuk mund ta zëvendësojë. Dhe kjo është pjesa më tragjike, ti nuk e sheh, sepse ai nuk e thot, nuk e poston, nuk flet për të. Ai e jeton atë, në netet e heshtura, në biseda pa kuptim, në takime që janë vetëm një jehon e asaj që dikur ka ndjerë me ty, në një buzëqeshje që nuk ndjen asgjë. Kur një burr nuk lejon askënd të afrohet, edhe pse pretendon se e ka lënë pas, është sepse ti ende jeton brenda tij. Heshtja e tij, distanca, ftohtësia e dukshme nuk janë shenja të harresës, janë shenja të një lufte të brendshme.
Një luftë që ti nuk mund ta shohësh, por që ai e përjeton çdo ditë, pa e kuptuar askush. Është lufta më e heshtur dhe më e dhimbshme të duash të ecësh përpara, por të mos mundesh. Të duash të dashurosh sërish, por gjithmonë të krahasosh. Të duash të hapesh, por të gjesh një zemër që ende është e mbushur me kujtimin tënd. Dhe më e vështira është kjo, as vetë ai nuk e kupton pse nuk mund të vazhdojë thjesht përpara. Tani ti e di. Vetëm sepse ai nuk të shkruan, nuk çan për ty, nuk thot asgjë, nuk do të thot se nuk ngjen më asgjë. Ekziston një lloj burri që vuan në heshtje. Jo sepse do, por sepse nuk di ndryshe. Dhimbja e tij nuk shfaqet në lot, por në kontradikta, në bllokime të papritura, në mesazhe të fshehura në rrjete sociale, në shikime që shmangen, në mungesë që peshon më shumë se çdo fjalë lamtumire. Mos e ngatëro heshtjen me indiferencën, sepse ndonjëherë britma më e fortë e një njeriu është heshtja, sepse nuk di si të lërë ty pas. Nëse ky video të ka ndihmuar të shohësh gjëra që më parë nuk i ke kuptuar, nëse tani i kupton ato që kur nuk janë thënë me fjalë, atëherë abonoju në këtë kanal. Ky kanal nuk është vetëm për histori dashurie, është këtu për të mësuar gjuhën emocionale që askush nuk na ka shpjeguar ndonjëherë. Aktivizo zilen. Ndaje këtë video me dikë që mendon se ai e ka harruar atë prej kohësh, ndon se ende e ndjen brenda vetes, më shumë se sa do të pranojë ndonjëherë. Dhe gjithmonë mbaje mend, një burr mund të ndalojë së foluri me ty, por nëse ende të ndjen një ditë, do ta vëresh.